طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek ligjërata rreth edukimit të fëmijëve, kemi arritur tek lutja apo mallkimi kundër fëmijëve, që fatkeqësisht është e parapur shumë tek ne. Nervozohet prindi, nervozohet baba, nervozohet nona edhe e mallkon fëmin. E masi kur ti ndodh ky mallkim që e ka bu, masi ku kat. A din që ka raste mundesh me gjetë kohën e duhur, bash ajo kohë ku pranon dohat. Allah i ta pruft tart erç me gjenaze erç. Sa ka të bofsh. U verbrofsh. E ku e diune ta bofshin tut kështu. Po pse më bën Allah? Pse s'më bën dua o Allah u dhëzaje? Si disa që thënë të na kundërtën e mallkimit tonë. Allah i mos mallkoft bre ty bre. Apo ta më thon të dosh e përdor fjalën mallkim, po Allah mos mallkoft. Më thon pi zemrës plast, kjo është shumë më mirë se sa mi thon Allah të mallkoft. E kjo fatkeqësisht është e parapur shumë. Po shumë nga mallkimet tona Allah subhanahu wa taala nuk i merr. Se vallahi mi marr kohër bohemi. Sa prej prindërve, e veçanërisht prej nënave, lutën kundër evlatëve të tyre. Vërejnë ndonjë nën që lutet kundër fëmijës së saj. Të pafajshëm, qoftë edhe për shkakun në më të vogël. Thot që ta godasin atë ethet, që ta vras plumbi, që ta shkel ndonjë vetur, apo të goditet me verbri apo shurdhëri. Pastaj vërejnë edhe baballar që lutën kundër fëmijëve të tyre. Thot vetëm për shkak të ndonjë mosbindjeje shumë banale apo rebelin për cilën ndoshta vet ata kanë qenë fajtor. Vetë kanë fajtor baba apo nona e shkon e mallkon djalin e vet. E mos e ku ti ndodh vaj halli për mutet. A nuk e din këta prindër se ndoshta kjo lutje e tyre e ka goditur bashkë kohën e duhur të pranimit duas. Mogi çat momente zbret Allahu subhanahu wa taala kur ti e lut. Edhe ta pranon Allahu zëjel. E me tarë gjenazë fëmija. Pasi që ke bo dua, mastaj au kuku që au bo. Po ti bone dua. Është thënë, vërtet lutjet janë sikur gurët me të cilën goditet caku. Gurët me të cilën goditet caku. Ka prej atyre që godasin cakun, e ka prej atyre që dështojnë. Shumica dështojnë, edhe një e godet. Shkon e godet një, edhe qa bën ti? Mos bëni dua, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kundër veteve tuaja, mos bëni dua as kundër fëmijëve tuaj, dhe mos bëni dua kundër pasurive tuaja, sepse mund ta çolloni atë orë në të cilën po ti lutej dikush Allahut për ndonjë gjë, do t'i përgjigjej. Ki kujdes. Edukimi i tyre me gjëra të pavlefshme, shprehje të këqija dhe sjellje të pahishme. Kjo duke inkurajuar ata që të ndjekin denjat me shoqëri, të imitojnë jo besimtarët, mësimi i vajzave me zakonin e veshjeve të shkurta, fatkeqësisht i inkurajojnë me shoqëri të keqe. Vajzat duke imituar këngëtarët e jo besimtarët e ku e diune. Edhe mande jo bo kështu, jo bo ashtu. Po se ki do ku vëlla. Se ki këshypi fëmiris. Pastaj thot, dhe mësimi i fëmijëve me përdorimin e shprehjeve thumbuese dhe fjalëve vullgare. Fëmija 2 vjeç ja nis me shajt ket kishën. Çore vrënia, çfarë të shami po bën. Kishën krejt. Hajt shoj. E ku të rritet ku të shano dhe ty, mos e shevet. Si pasojë dëgjimit shpesh të këtyre shprehjeve nga kush? Nga vetë prindërit e tyre. Prindi shan ta sharon mirë kështu, deri në thellë ta sharon mirë, edhe mos e thot pse fëmia po sharon të shoj, po ti vetë je të shoj dhe vëlla. Apo si pasojë të ketimit të fëmijëve me llagape të tilla gjatë thirrjes, gjërat se ti bën fëmijët të ndihen shumë familjar.
me këto shprehje, duke mos u kujdesur dhe për edukatën e të folurit. Fëmia përpara, çfarë thëshin, përpara janë kasetat, apo që plesht i din. Fëmia o sikur kaseta thëshin, apo veç i inqizon. E inqizon veç i këshyr, çfarë po bën baba, çfarë po bën nona, çfarë po bën rrethi, edhe krejt fjalët e tij mundohet me bë taklit, pasim të verbër ndaj prindërve. Pastaj veprimi i veprave të ndaluara para syve të fëmijëve. Kjo është çështja shumë që ndikon fëmia. Nëse ti e bën një gjuna, ja ki qel edhe fëmijës tonë me bën gjunahën. Shumë lehtë. Siç është pirja e duhanit. Kur pin duhan, mos e akuzo fëmijën tonë pse u pin duhan. Ti vetë je të pi duhan. Ose haqë që ti pite duhan. Pite alkohol, pite drogë, ku e diune. Pse peshtin fëmijën me shku me ble? Pse peshtin fëmijën me shku me ble? Fëmijë që ka me të bo? 7 vjetë, 10 vjetë. Së të kundërshton o vëlla? Që meri parët babë, shko blema një cigare, shko blema një alkohol, një birë, një sen, një... Që ka me bo i shkrejt jaj? Dikur apin vetë, edhe pas të ti akuzej. E rrun mjekrën. E ti e thush pëse për rrun mjekrën. S'ki që ka i thush o vëlla ti, vetë e ke rrun mjekrën. E kur që fëmija që ti e ke lëshu mjekrën, edhe a i dënë me të pasu ty. Një në fillim, të bën taklit, nuk e din pse. Po me kalimin e kohës e kupton rëndësinë e fesë Allahut subhanahu wa taala. Dëgjimin e këngëve dhe muzikës. Lëshon këngë, lëshon muzika. Edhe fëmia ndikohet me qatë radhë vëlla. Kur shkon në dhomë vetë, e ka telefonin e vetë, e ka YouTube-ën, i ka këto senet, edhe këti këshyrë. Se ti ja qele derën në vëlla. Shikimi filmave të degraduar apo përcjellja e serialeve televizive. Zbulimi i gruas në publik para syve të bijave të saj. Dalja shpesh nga shtëpia pa arsye. E shumë gjëra të tjera të cilat i bëjnë prindërit shembull këqij për fëmijët. Shembull. Nuno shembull për fëmijët. Mas shumë ti që e merr. Çika kon e merr. Nunën e vet. Sjellja e gjërave të ndaluara në shtëpi. Qofshin këto revistat pa moralshme. Ky po flet revistat që nuk kanë përpara. Tash s'kemi nevojë më revista, nuk ka më revista tash. Tash veç telefonin e ki. Veç shtyp del e zhveshur. Apo aparate me përmbajtje shkatruese, apo libra me përmbajtje seksuale të cilat lirisht flasin për seksin apo gjëra tjera të ndaluara. Këtë sene ti flasin. Këtë dreshllë që ti flasin, ti dinë më mirë se sa ti. Se bjam zën telefoni. Pse bjapish telefon? Këto mediume kanë mundësi të mëdha për mbjelljen e bindjeve, e gjithashtu kanë ndikim të hatashëm në zhdukjen e rolit familjes në edukim. Problemet e shumta mes prindërve. Kjo është një vepër që luan një rol negativ në raport me fëmijët. Kur vllazni, kur keni probleme, burrë gru, kur në prezencë të fëmijës, mos i zgjidhni problemet. Se fëmija i inqizon. Fëmija i inqizon çdo sen çka. Paramendo për shembull ti dolish për sistemit, edhe çika djali apo kush tjetër, fëmijët të shohin të piskat, të bërtit, e nënshmon nonën e tynëve, paramendo çfarë agresiviteti merr fëmija. Ti kur t'ja shohësh nonën e vet, paramendo për shembull mi thon nonës fëmijës tonë mi thonë, ti e kurv, ti e hajnish, ti e kodjone. Më thonë, fjallët në dyta, me shajt, me asi. Para me në qysh në dikon të fëmija e fjallë. Sa e rondë është. Që të ke fundit nonë e kaje. E mire e keqe nonë është. Pastaj thotë, s'ka dyshim se grindjet e këqija do të lënë gjurmë në personalitetin e tij dhe kazani i urrejtës do të filloj t'i vloj në krahëror, mëshira largohet nga zemra dhe kështu e tërheq atë kahvrulli dhe armiqësia. Kontradikta. Si për shembull, babai e urdhron fëmijën e tij me sinqeritet, ndërsa ai vetë gënjen. E thotë boju sinqert. Kur e thirr dikush, thotë, që dilë për jashtë që tu i thuj, sa babi, në shpi. A ka t'il, vëlloj ka t'il. Ka. Së në shpi.
E nanën tjetër i thush fëmis ti bënuj sinqert. O bab, qysh më bëj sinqert, ti po vështik me rrbarrajt. Qysh më bëj sinqert? Ti urdhroj ata që të mbajnë premtimin, ndërsa vetë rrethon. Ti urdhroj ata që të sillen mirë me prindërit dhe të mbajnë lidhje falëfiston, ndërsa ai vetë është i rebeluar, shkëputës i lidhjeve. Kjo nuk do të thotë që prindi duhet të praktikojë këshillimin e fëmijëve nëse është i mangët. Ka mundësi më kanë i mangët, po s'bën me nal prap këshillimin. Kontraktimi shërtorëve apo edukatorëve për edukimin e fëmijëve. Kjo është e rrezikshme nëse nuk janë besimtar, sidomos. Sa zinoja bëhet kështu me si që nëse nuk është familje besimtare. Nëse nuk është familje besimtare me shku me marë për shembull një shërtore një sen. Nëse rrinë edhe burri aty e sen. Kjo rrezik. Duhet më konë shumë kujdesshëm me shiku që kush qëndron aty qysh tek anekni, sepse qilet një rrugë e rrezikshme. E paramendoni ti për shembull për merr një punëtore e cila nuk është besimtare. Qysh ka me ty edukuaj fëmijët e tu? Me marrë besimtare, dallon. Se është besimtare ajo. Ti edukon sipas fesë. Edhe ti kallzon ato shartet. Ti thot, kur është burri yt, gjatë qësaj ore, 8 orë, a është burri yt në shtëpi jo në punë është. U kryen që 8 orë vit, fshit, pastroj sen, ka nevojë me punë, nuk ka ndalesë. Edhe s'ka problem. Ama tu kon burri aty, sen, tu problem është. Pastaj, thot kjo çështje është serioze dhe rrezikshme, veçanërisht nëse shërbëtorja ose edukatorja do të ishte jo besimtare. Për shembull, sikur që shkojnë shqiptarët e tonë nëpër vendet e ndryshme të botës, në perëndimin Amerikë atje, edhe thënë po duhem mësu gjuhën, vallai unë po duhem u kon me një familje aty me jetu me ta. Me babën e me nonën si jeton, e shkon jeton me atë të tjerë atje. Po duhem mësu gjuhën, më bë pak societe, më bë pak i përparum. Po, me fol anglisht, çdo dytën fjalë anglisht. Lejimi i vajzave të dalin vetëm nëpër dyqane pa mahrem. Duhet me pas kujdes vëllazni. Kemi çika. Nuk po them mos me dal. Ama tash hajt me çikën del, hesti aty, me një hipermarket madh, galerije, nabi, ku e diuna në këtë që janë, edhe le çikën aty le del ka 2-3 saat le të sillet aty vetëm. S'pa më lën aty. S'pa më lën Allah. Jo po është publik, është vend publik, se krejt në rregull. Ma mirë, ose vllale ti shkon, ose ti shko, ose nona, ose pak ma, pse se është e re qika, Allah. 15, 16, 17, është e re. Le të ruë qika, ruje o vlla, ruje. Se ki ujqër nga meshkujt. Edhe mas nej, qa bën? E godet vetën mas e ku ndodhin senet. Thot, pa dyshim se kjo është një pakujdesi e madhe dhe shkelje besnikërisë. Ka prej njerëzve që shoqërojnë vajzat e tyre deri tek një dyqan i madh, edhe i thot vazhdo. Edhe për orë gjatave të sillet nëpër ato hipermarketet e mëdha. Thot, a nuk friksohesh për ta nga ujqurit grabiqar, kush delet i ruan në tokën 7 këndshë të tij, nëse gjumi e zë luani e merr përsipër kullotën e tij. Sa mirë po thot poezi. Injorimi i telefonit dhe mos mbikëqyrja e tij brenda banesës. Disa prindër, Allahu u zoft, nuk kushtojnë asnjë rëndësi telefonatave, as që i mbikëqyrin ndonjëherë. E bile ndoshta ndonjëherë prej bijave u e japin nga një telefon personal, duke injoruar faktin se përdorimi i telefonit për qëllime të këqija shkakton prishje dhe shturje. Sa fatkeqësi ka ndodhur e sa bela kanë shkaktuar këto telefona. Vllazni, në sprov mund me ra vllaznia e lemo fëmit. Vllaznia mund me ra në sprov e lemo fëmit. A dhe duhet me pas kujdes. Duhet me pas kujdes, mi këqyr. Këtë kemi fëmi. Merja telefonin. Qëre. Ti s'ki. Edhe ti s'ki. Besh na. Merja telefonin. Qka u të këqyr? Këqyre bre një. Mos je bënë bre fëmi 3-14 vjeç, 15 vjeç, Instagram, Facebook, TikTok, sa në pse bërë bëjq? Më ras YouTube, fshinja dhe YouTube në fshinja. Krejt dreshillë që tu i kjo vllazni. Saj po edukohet, në telefon po edukohet. Edhe mas ne qka?
Qatë edukim që be bën telefon notën, e se cilë elhamdullat, si o ma mirë i kemi kushtet, se cili fmi pe ka dhomën e vetë. Telefonin e vetë, para vjetës, e merë, e këqyrë, ti se shosh o vla. Ty të zë gjumi, ajo halo, apo aji, 11, 12, 1, 2 natës telefonin të këqyrë, dhe qka bën ti? Po i doli një uka ty, tak, i shkrujti ka ta ka dole. Qa bën ti? Kretve po na shkojnë fëmit në përshkolla. A del në i ujka ty me ta gjujt? Runi. Fëmit runi. Runi fëmit, sidomos prej telefonave runi. Nëse e merr telefonin edhe shkon mshilët me një dhomë, rune. Pse po shkon mranda në shtëpi në dhomë më mshil? Hajde që në publik që tu bashkë përim. O bënë policë bërë vlo, policë bënu. Se njëherëshet. Qa me bo, se? O, vëlla, u bo. Apo u bo, se zjetu e këgjyrdi. Ty po t'intereson veç ty mos me ta prish. Shko që aty, hajtë me babin, hetë shko. Mës të anin ti, veç unë të kry punë kënej. Pa kujdesia ndaj gjërave që fëmijët lexojnë. Pa dyshim se leximi e formon mendjen dhe ndikon te lexuesit. Këshur pastaj përveç telefonit, leximi, po si janë të lexuar, se më kon me lexu, më të mirë shikon fëmijët e muslimanëve. Se më kon me lexu, veç i thosh çto lexoj, çto mos e lexo. Në nënçmimin në vlerësimin e fëmijëve dhe mungesa e trimërimit të tyre, disa prej manifestimit kësaj janë: bërja fëmijëve të heshtin kur ata duan të flasin diçka, si dhe përqeshja me ta dhe me fjalët e tyre, gjë që e bën fëmijën ta humbas vetbesimin. Ele ti po më kallëzesh mo. Don me të kallëzu një meselë, një sanë, voja për mëson pulën. Voja, e mëson me ardhe voja pulën e mëson. Se i din do meselë vallahi, unë pëton që s'është djali jam to, në herë mi kallëzën do meselë, dhe thëmë qashtu mirë i ki, vallahi, s'm ka shkun men kur. Se e frymzon Allah, edhe fëmijën e frymzon, për një meselë të caktuar me. E frymzon Allah. Që ti po vaki ke studiu me 10 vite, edhe fëmijën tonë e frymzon që atë moment. Merja. Mos e nënçmo, sepse po e nënçmo dhe fëmijën, ka dole ai çka? Ai vetbesimin ka me humbë. S'po guxoj me folë, se ku me ditë. Apo për siamo në erë, me folë, se në. Për kundrazi, ulemuaj e kanë thonë, nëse jënë dë vegjel, mi bu mu duk si burra me një aspekt, mi Ebu Abdullah. Edhe pse nuk është i martu, mi thonë Ebu Abdullah, o, biri Abdullahut. Më thonë, mi thonë si në lojt prestigji. Urna? Si? Baba Abdullah, po, baba e Abdullahit. Po, a djali Abdullahit thasha? A biri Abdullahit thash, po, Ibn Abdullah i bjera ja. Allah që përbleft. Ebu Abdullah është baba e Abdullahit, qashtë. Më thonë, Ebu Abdullah mi thonë. Edhe pse s'ka, apo kupton? Fëmi. Mi thonë kësi privilegji. Fyerja atyre kur gabojnë, apo përqimimi tyre kur ata dështojnë në ndonjë qëndrim apo humbin ndonjë garbë, se ti je bo që ka që i madhë s'ke gabu desja kjo orë këtu, apo? Ti hiq kur s'ke gabu, as në profesionin tonë, ti, as une, s'kemi gabu na, hiq, kemi gabu, deri sa kemi arrit diçka, prap po themi diçka, jo kret. Edhe ai ka me gabu dikon Allah, lelet gabon, përmirësot, ka dole, mësoje mos me gabu, po mësoje, përsha mos me bona i shërë, në i kojë dione mjetët, kalëzoja në i po si të ndodhë më mos arrej, mos se s'kthejed më, para se me ndodhë ti, mundojo. Thot, për buzje atyre kur ata janë stabil, duke qenë kjo manifestimi më i drejt i në përçmimit dhe aspektit më konkret, vrenë se një prind përbuz fëmijët e ti kur she, të ta devotshmëri. A, takvaja ti, a, mashallah, ti për më galëzan mo. A i shkreti zdo me bo, jo i shkreti, po mashallah zdo me bo harame, ti për më galëzesh mo, mashallah, takva ti, ap. E qka tash? A i mu të tërpnu mas nej, nga devotshmëria që e ka. Vend se me thonë, mashallah, Allah të bekoft. Allah ma mësoft edhe unë më konë si ti, po të kom zili për të mirë. Pastaj thot, e përbus fëmijët kur të shetë ta devotshmëri, përmirësim, qëndrueshmëri, udhëzim, gjë që i bën ata të humbasen dhe të kthehen mrap shprap.
edukimi i tyre me mungesë kujdesi ndaj përgjegjësive të tyre. Disa prindër nuk i edukojnë fëmijët e tyre me marrjen e përgjegjësive, qoftë për shkak të bërjes së tyre të ndihen rehat apo për shkak të mungesës. Për shkak vrej se disa baballarë posedojnë shumë dyqane tregtare, edhe nuk i punësojnë si punëtor fëmijët e vet. Pse më vëlla nuk e merr punëtor fëmijën tonë? Shkon e merr për shembull një thuj e merr e nuk ja beson fëmijës vet. Po shtije me punu, vëlla, shtije, le të angazhohet diçka. Qoftë në aspektin fetar, qoftë në aspektin e dynjos, diçka mu marr fëmija. S'ka besim të fëmija. Nuk ka besim. Hiç, e la. Merr diçka, vëlla, merr. Ha qep me dynjos si e tu marr. Çu përkthe vëlla diçka. Çu bëje një postim. Hecun po të hap një sen bën e qëta. Hade rregullo ma kamerën. Hade bëma këto. Merr diçka vëlla. Ti du të me bë diçka. Nuk veç kompromi kon, me nejtë kom mi qitë në alta dhe u krepuna. Sa është vëlla? Parazit më kon. Diçka duhet me bë. S'po e përjashtojmë mundësinë që fëmija mund të jenë të rebeluar ndaj prindërve, mirë po kur ku mbeti atëherë roli që kanë në edukimin e tyre dhe për fund mos dhënia atyre shans për përmirësim dhe ndryshim drejt të së mirës. Në këtë mënyrë vëren se disa prindër përbusin fëmijët e tyre, qoftë edhe për gabimin apo rrëshqitjen më të thjeshtë. Thuaj se nuk ja harron këtë gabim që ka bërë. E ka bu një gabim, kur u kon 5-6 vjet, 7 vjet, 10 vjet, edhe më kur nuk e harron atë gabim, ja përmend ati tankon. Ti më kalzaj, debat që më tash më kalzaj, ti a atë une. E bone ti. E ti më këthy të vetë vetja, që shekon ti ma herët? Me këqy, që shekon? E pse djonin tonë, apo qikën tonë, apo ku e ki zonë, për shambull, në ka u dikun e ki zonë, që fëmi ndodhën ato sene, edhe mo që aty e ki kopë edhe mo selësha. Pa nuk bënë shtë dhe. Ajo pëndu, o menu, thot, subhanallah, ku e bona, o në këto, qysh e bona, pse pja këthesh edhe njëherë atë trokën, apo këtën mrapa. Nëse njëherë ka vjedhë, për shamu fëmija, u koni vogël, o mashtru, ta shfal namaz 5 vakte, ku e di une boti devot që mësen, nervëzosh, një fjallë për shamu, ku e di une, që është i banale, a hajdut, e di, a mo është mend kur ke vjedhë? Kjo të merë, habibi është, Allah është të merë kjo, të merë kjo. E gënjeshtari, thote, ku e di une, sillet me të sikur të ishin këto gabimit të rënjosëra dhe s'ka mund si të asgjasohen, apo sikur të ishin mbyllur me kapak, që nuk asgjasohet. Prandaj qysh prej këtij momenti fëmia fillon të rritet me bindjen se ai është hajdut, ai është zinaçar, ai është rëncan, ai ka tënë të këqijet edhe futun në kokë se baba po më thotë çështot. Apo nona po më thotë çështot, dhe në takimin e radhës, kuptimi i mangët i karakterit të fëmijëve dhe natyrës së tyre. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.